Juftoj të gjithë që jo të me në nëntor, por çdo të deri në ato të jemi të gatshëm, punojmë me njerëz, diskutojmë, edhe t'ju shpjegojmë rëndësinë që ka ndryshimi, rëndësinë që ka Prishtina, nevojën që ka Prishtina për Hajrullah Shekun, një person i mrekullueshëm dhe drejtues i dëshmuar tani. Ne duhet të rreshtohemi drejt dhe andaj së bashku me Hajrullah Shekun të fillojmë epokën e mbarë e të dinjitatshme për Prishtinën. Nuk ka çka ju del përpara, ata tjerë mund me tentu fitoren tavolinë, po fitoret nuk bëhen tavolinë, fitoret i bëhen qytetar me vullnet e menjë. Matriciani nuk guxon më me ulon me harres, andaj me shumë seriozitet që në vitin e parë të mandatit tonë do të fillojmë trajtimin e deponisë mbeturinave inerte që është një nga problemet më të mëdha të kësaj zone. Kemi nevojë për mësim gjithëtor në secilën shkollë të komunës së Prishtinës, në fshat e në qytet. Por dhe të kemi transport efikas për të gjithë qytetin, për të gjithë qytetarët, që çdo lagje të lidhet me tjetrën, një nga investimet më të mëdha që do ta nisim menjëherë që në muajt e parë të mandatit tonë, në bashkëpunim edhe me qeverinë qendrore, është edhe UNAZA e jashtme e Prishtinës. UNAZA është një nga investimet më të mëdha, më strategjike, më domosdoshme që të kemi trafik efikas në Prishtinë. Por përveç UNAZA-s, ne kemi nevojë me përfundu edhe rrugën A. Rruga A është segment i gjatë, vjen seriozitet. Buxhetin e kam pas nga Ministria e Infrastrukturës, nuk e kanë shfrytzuar, përveç UNAZA-s së jashtme, vazhdojmë menjëherë me rrugën A, nga Vetërniku në drejtim të Kalabrisë, kemi nevojë për me mbyll njëherë për gjithmonë kapitullin e furnizimit me ujë të pijes 24 orë. Do të shtojmë kapacitetin e Badovsit duke rehabilituar kanalin që vjen nga Ujmani, si dhe do të ndryshojmë filtrat në fabrikën e ujit në Shkabaj, si disa nga investimet tona të domosdoshme që të kemi ujë të pijes rregullisht. Pa ujë, pa kanalizim, pa rrugë të përfunduara, pa trotuare, pa ndriçim, pa menaxhim efikas të mbeturinave, ne nuk mund të organizojmë lojrat mesatare 2030, sepse kjo do të jetë ngjarja më e madhe historike sportive në vendin tonë e Prishtina do të jetë një